Imagjino këtë hyrje. Një burr që ka mbajtur një boshllëk në zemër për 23 vjet. Një burr që çdo mëngjes zgjohej me heshtjen e dikujt që s'ishte më aty. Çdo fest, çdo darkë, çdo fotografi e vjetër i kujtonte asaj që mungonte. Por kjo histori nuk është vetëm për dhimbjen, është për shpresën për një dashuri që nuk u shua as pas më shumë se 2 dekadash. Ky është tregimi i Henrikut dhe i dashurisë që as koha nuk arriti ta fshijë. Henriku dhe familja e tij kishin jetuar me një boshllëk që nuk shuhej për plot 23 vjet. Gruaja e tij, Lucia, ishte zhdukur pa lënë asnjë gjurmë, duke e lënë Henrikun të riste vetëm 5 fëmijët e tyre. Çdo fest, çdo përvjetor, çdo mbrëmje e qetë mbante peshën e pyetjeve pa përgjigje. Dhe pas gjithë atyre viteve sakrifice më në fund, Henriku kishte vendosur të bëjë diçka për veten. Një pushim të vonuar, një udhëtim drejt liçenit, në Itali. Ishte një vend që ruante kujtimet e ditëve të lumtura me Lucian, një streh me ujëra të ndritshme dhe ajër malor. Por ajo që Henriku nuk e dinte, ishte se ky udhëtim do të zbulonte të vërtetat që kishin qëndruar të fshehta për dekada. Teksa po përgatiste valixhet, syt i rambi një fotografi të vjetër dhe Lucies. Buzëqeshja e saj e ngrirë në kohë, i ngjalli një therrje në zemër. A mund të lidheshin 23 vjet mungesë në një takim të vetëm? Taksia e çoi përmes rrugëve të ngushta italiane, ku era e luleve dhe ëmbëlsirave të furrave e mbushnin ajrin me kujtime. Fshatra të vegjël të përqafuar nga brigjet e liçenit kalonin njëri pas tjetrit, secili më i bukur se tjetri. Dhe papritur mes gjithë asaj nostalgjie, një aromë e njohur e goditi, një aromë e veçantë e pamistueshme. Tortë me moll, torta e Lucies. Receta ishte një sekret familjar, i trashëguar brez pas brezi, dhe prania e saj aty s'mund të ishte rastësi. I shtyr nga një përzierje shprese dhe mosbesimi, Henriku ndoqi aromën duke kaluar rrugica të ngushta që e çuan në një lagje të qetë. Nga dritaret e hapura dëgjoi e qeshura, shihi drita e artë e mbrëmjes dhe avujt e gatimeve. Më në fund, ai gjeti burimin, një kabinë e vogël me tym që dilte nga oxhaku dhe me erën e njohur të tortës së Lucies që mbushte rrugën. Zemra i rihte fort. Trokiti në derë, pa ditur çfarë të priste. U dëgjuan hapa të ngadalta, të pasigurta. Dera u hap ngadalë dhe përballë tij u shfaq një vajzë e re. Henriku mbeti pa frym. Një pjesë e tij kishte pritur të shihte Lucian. Një tjetër pjesë kishte frikë se mos zhgënjehej. Era e tortës e përqafoi, duke i sjellë ngushëllim dhe tronditje njëkohësisht. Vajza e pa informuar për fortunën që po ndodhte në mendjen e tij e përshëndeti me edukat. I pushtuar nga emocionet, Henriku mezi arriti të fliste. I tha se kishte njohur recetën që po përdorte. Përgjigjja e saj e tronditi. Ajo e njihte Lucian. Hezitoi pak, sikur donte të fshihte diçka, por më pas i ofroi të shkonin së bashku drejt liçenit, aty ku Lucia jetonte tani. Çdo hap drejt bregut ishte i mbushur me kujtime, me shpresë dhe frikë. Liçeni shkëlqente në diellin italian, duke reflektuar dekada mungesë dhe mall. Në skaj të ujit një kabinë e vogël qëndronte e fshirur mes pemëve dhe mjegullës. Fryma e Henrikut i u ndal. A mund të ishte ajo vërtet Lucia? Truri i tij nisi të rrotulloi, duke riparë çdo moment ndarjeje, çdo pyetje pa përgjigje. Nga dritarja u pa një siluetë që lëvizte, pastaj perdja u lëkund dhe syt e tyre u takuan. Për një çast, 23 vjet mungesë u zhdukën, gjithçka u shkrin në një sekond të përsosur. Ishte ajo, Lucia, gruaja që ai kishte vajtuar, imagjinuar, dashur pa pushim. Asnjëri nuk lëvizi. Bota u ndal, pastaj sikur një forcë brendshme ta kishte shtyr brenda, Henriku u hodh përpara. Dera u hap dhe ai ra në krahët e saj. Përqafimi zgjati gjatë, i dridhshëm, i mbushur me vite të humbura me dhimbje dhe çlirim. As fjalët nuk dilnin dot, vetëm lot, dhe në heshtje gëzimi dhe trishtimi u përzien. Pas një kohe që dukej e pafund, Lucia foli me zërin që i dridhej. Ajo tregoi diçka që Henriku se kishte menduar kur.
Pas asaj nate të fundit dhjetori ajo kishte zbuluar se ishte shtatzan. Nga frikja e gjykimit, nga dëshira për ta mbrojtur familjen, kishte zgjedhur të largohej dhe të arriste fëmijën në fshehtësi, pikërisht aty ku qëndronin tani. Vitet kishin kaluar në izolim të qetë. Djali tani ishte rritur dhe veprimet e saj ja kishin mbetur mister deri në ardhjen e Henrikut. Tronditja, kuptimi dhe ndjenjat e përzierja përfshin. Henriku dëgjonte çdo fjalë, duke luftuar mes zemërimit, lehtësimit dhe dashurisë që s'kishte vdekur kurrë. Ata folën vonë deri në mbrëmje dhe për herë të parë pas dekadash copat e jetës së tyre nisën të bashkoheshin. Lucia shpjegoi çdo zgjedhje, çdo sakrificë dhe Henriku mes dhimbjes gjeti fjalën. Folën për fëmijët, për vitet e humbura dhe për shpresën që ndoshta ende mund të ndërtonin diçka së bashku. Të nesërme në mëngjes Henriku u zgjua me ndjenja të përziera, pritje dhe frikë. Lucia kishte fjetur aty në të njëjtën kabinë pranë tij, çdo gjest, çdo vështrim, duke si të prekte një hije nga e kaluara. Liçeni ja shkëlqente në dritën e mëngjesit, po aq i qetë sa dikur, por për Henrikun asgjë do të ishte më si më parë. Sot do të shihte jetën që ajo kishte ndërtuar pa të, djalin që kishte rritur dhe të vërtetën që kishte qëndruar e fshehur për kaq gjatë. Lucia udhëhoqi përgjatë një shtigje të ngushtë pas kabinës, ku një kopsht plot aromë mollësh dhe erëzash e rrethonte vendin. Zemra e Henrikut i rrihte me forcë. Çdo hap e sillte më afër një të vërtetë që ndoshta nuk ishte gati ta përballonte. Vajza e re që e kishte udhëhequr deri aty mbeti pas, duke respektuar intimitetin e momentit. Në një obor të vogël ai pa një djalë rreth të 19-tave. Tiparët e tij, nofulla, buzëqeshja, syt ishin të njohur. Ky është ai, përshpëriti Henriku me zë që mezi doli. Lucia pohoi me lot në sy. Djali ynë, tha thjesht. Koha u ndal përsëri. Henriku ofrua ngadalë pa ditur si të ndërtonte një urë mbi 23 vite mungesë. Djali qëndronte i ngurt, i pasigurt duke ndjer peshën e momentit. Henriku ul në gjuhë me krahët e hapur. Djali hezitoi, pastaj u ofrua dhe përqafoi. Ishte një përqafim i heshtur, por i përsosur, një shërim i plagëve që kishin gjakosur zemrat për dekada. Ata kaluan ditën bashkë, Lucia i tregoi historinë e djalit, jetën që kishte ndërtuar, shkollën ku kishte mësuar dhe çdo zgjedhje që kishte bërë për ta mbrojtur. Sa më shumë që fliste, aq më shumë Henriku e kuptonte. Çdo vendim i saj kishte qenë një akt dashurie dhe guximi. Ai ndjeu se zemërimi dhe trishtimi po i shuheshin, zëvendësuar nga një ndjenjë e thellë respekti dhe mirënjohjeje. Në mbrëmje ata ulën pranë liçenit, drita e diellit që perëndonte i ngjyrosi ujërat në ngjyrë ari. Henriku e ndjeu barrën e viteve të zhdukej. Kishte gjetur diçka më të fortë se mungesa, kishte gjetur kuptimin. Atë natë, në kabinë, darkuan së bashku. Tryeza ishte zbukuruar me ushqime që mbanin aromën e erëzave dhe mollëve që i kishin sjellë deri aty. Tashmë ajo aromë nuk u kujtonte humbjen, por rilindjen. Ishte aroma e faljes, e rikthimit e familjes. Në javën që pasuan Henriku dhe Lucia u kthyen në shtëpi. Djali ishte tani pjesë e pandare e familjes, sigurisht, përshtatej aq lehtë. Fëmijët e tjerë kishin jetuar gjithë jetën me vetëm një prind, por prania e Luciës solli diçka që kishte munguar për shumë gjatë, ndjenjen e plotësisë. Dhe në fund, pas 23 vjetësh, boshluku që kishte ndjekur Henriku çdo ditë u mbush. Jo sepse koha u kthye mbrapsht, por sepse dashuria, ajo e vërteta, e gjeti përsëri rrugën për në shtëpi.